Tensionet dhe debatet e fundit në spektaklin Big Brother VIP Albania kanë nxitur reagime të shumta jo vetëm mes banorëve, por edhe nga figura publike jashtë shtëpisë. Aktori i humorit Visjan Ukcenaj ka reaguar publikisht duke mbështetur Mirin përmes një postimi në rrjetet sociale. Ai ka kritikuar hapur opinionistët e programit, duke i akuzuar për qëndrime të njëanshme dhe standarde të dyfishta në mënyrën si komentojnë dhe gjykojnë situatat gjatë spektaklit. Sipas Ukcenajt, opinionistët tregohen të ndjeshëm ndaj disa deklaratave të Mirit, ndërkohë që sipas tij nuk reagojnë njësoj kur ai përballet me etiketime të rënda dhe ofendime publike. Ai e shpreh këtë me ironi, duke vënë në dukje kontrastin mes kritikave ndaj Mirit dhe tolerimit të fyerjeve që ai pretendon se ka marrë nga të tjerët. Aktori gjithashtu ngresh shqetësimin për përdorimin e ngjarjeve të së kaluarës, të cilat sipas tij po rikthehen në vëmendje për të ndikuar negativisht në pozicionin e Mirit brenda lojës. Ai përmend edhe rastin e fundit, ku Miri u vu në shënjestër për komente të bëra jashtë shtëpisë ndaj Selinës, duke theksuar se nuk u shtreguar i njëjti standard reagimi në situata të tjera. Ky reagim vjen pas një prajmi të tensionuar, ku Miri pati përplasje me produksionin dhe ngriti akuza për trajtim të pabarabartë, duke dëshmuar se debatet rreth lojës po vijojnë intensivisht edhe jashtë spektaklit.